Kristian Mickovski nuk guxoi të hyjë në partneritet me ne, sepse ne kemi kushte dhe nuk jemi puthador, gjithsa puthador, servil, dhe filloi gradualisht rënimi i marrëveshjes së Ohrit. A do arrin? Nuk e besoj se gjaku i derdhur nuk bëhet ujë. Dhe nëse bëhet ujë nuk pihet. Për ne, gjaku, sakrifica, burgosurit, politik, janë çështje e shejtë, që duhet mbrojtur me fanatizëm nga çdo shqiptar.